Nga miq për kokë, ato u kthyen në armiq të përbetuar për njëri tjetrin. Po flasim për ish-ministrin Arben Ahmetaj dhe kryeministrin Edi Rama. Ashtu si kurse flitet brenda qarqeve të mbyllura të politikës, çdo që filloi kur Ahmetaj i dorëzoi dosjen e inceneratorëve në fshehtësi Ilir Metës. Dhe pasi çështja mori përmasat e një skandali, Ahmetaj u shkarkua nga të gjitha funksionet e tij. Ai e nuhati atë që mund të ndodhte dhe së bashku me bashkëshorten u largua në drejtim të Zvicrës, aty kur jeton për më shumë se 2 vite. Të jetosh në një vend si Zvicra, për më tepër kur nuk je në marrëdhënie pune, është një kosto tepër e lartë dhe pyetja që shpesh bën qytetarët është se ku i gjen lekët Arben Ahmetaj që jeton në një vend që ka nivel të lartë ekonomik. Shumë gjëra që janë mbajtur sekret, duket se së fundmi kanë dalë zbuluar. Hetimet për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj kanë marrë një kthes të re. Gjatë seancës gjyqësore për çështjen Buka, prokuroria e posaçme deklaroi se ka identifikuar një transfert prej 3 milion eurosh të kryer nga Shqipëria drejt Austrisë dhe kjo transfert dyshohet se është bërë nga Arben Ahmetaj. Ndërkohë, në një tjetër dosje, prokuroria shprehet se Ahmetaj ka shkaktuar shtetit 7 miliard lek dëm ekonomik, duke privatizuar një ndërmarrje dhe duke firmosur vendime në kundërshtim të hapur me vendimet gjyqësore që e ndalonin atë. Në seancë u bë e ditur se Ministria e Drejtësisë i ka dërguar zyrtarisht Zvicrës kërkesën për ekstradimin e Ahmetaj, ndërkohë që Interpoli ka konfirmuar praninë e tij atje, pa dhënë detaje për gjendjen e procedurave. Së shpejti, pritet që Arben Ahmetaj të mbërrijë në Tiranë, situatë e cila ka tronditur pa mas bashkëshorten e tij. Çifti nga martesa kanë edhe një vajzë.